والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Ibn Abdul Barri dhe disa transmetues tjerë si Al-Baghawiu dhe Ibn Kathiri me disa ndryshime në fjalë, se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë: "Men kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alayhi al-fitnah. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم." Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, kushdo që dëshiron të ndjek dik për shembull ose si shembull, le të ndjek ata që kanë ndëruar jetë, sepse I gjalli nuk është I sigurt nga sprovat. Ata ishin shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, më të mirët e këtij ummeti, me zemrat më të pastërta, me dijen më të thellë dhe më pak të prime. Allahu I zgjodhi ata për të qenë shokët e profetit dhe për të ngritur fenë e tij. Prandaj njiheni vlerën e tyre, ndiqni gjurmët e tyre dhe kapuni sa të mundeni pas moralit dhe rrugës së tyre, sepse ata ishin në udhëzimin e drejtë. Kjo është një prej fjalëve po ashtu të bukura, sikur që ishin gjitha fjalët e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, dhe që flet për një temë shumë të rëndësishme, e cila I nevojitet muslimanëve në çdo kohë që ata jetojnë. Në fillim e përmend një rregull të përgjithshme lidhje me pasimin e tjetrit, Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, dhe më pas se tregon vlerën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që përmes kësaj të tregoj se ata janë më meritorët për pasim se çdo kush tjetër pas tyre që vjen. E para ose çështja e parë që trajton këtu Abdullah ibn Mas'udi është: nëse dikush dëshiron të merr dikon shembull, le të merr atë që ka vdek. Dhe kjo është këshill shumë e rëndësishme. Edhe Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, duke e ditë vlerën e shokëve të pejgamberit ose se vetë ka qenë njëri prej tyre, megjithatë, edhe në mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam propozon që të pasohet ai që ka vdek. Edhe pse ata kanë qenë njerëzit më të mirë, po megjithatë ky I jep përparësi atij që ka vdek. Dhe kjo është edhe këshilla më e rëndësishme e kohës, që tash edhe më herët edhe kurdo. Njeriu duhet të pas kujdes me e pasu në fenë vet, çorazi 100% dikant që është gjallë. Kushdo koftaj. Për arsye se, çish ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, nuk është I sigurt prej fitness. Nuk është I sigurt që s'ka më provu. Na ti e pason për shembull e keni dikant një hoxh, një dietar e ki për shpirt tonden. Edhe çka të thojnë ai ti I rrin për mas. Po don Zoti edhe sprovon ata me dynjë, me parë, me diçka, me ndaj pozitë, me ndaj post. Edhe hupa atë vendin, atë pozitën ku e ka pas, atë çastin që e ka pas. E ti ku po jet? Ti tash bën sprov. Nëse lën ata dhe e thu gaboj këtu edhe tërhiqes në çat gabimin e tij, nuk e pason çat gabimin e tij, ti je mirë. Po në realitet shumë vështirë është me pas që të qasje drejt pastaj. Nëse devion ai që ti e ki shembull, ai që ti çdo sen je mundu me pasu edhe me hes mas tina, nëse ai e devion rrugën, zakonisht ai pasuesi në këtë rast ka qasje ose merr qasje të gabume. Ose thot për shembull leje se masi filan hoxha u baj ka çështu atëherë, ose për marrë shembull hoxhën, mund më konë në person me ndikim në shoqni, mund më konë në njeri e arrirë, ndijen, mësues ose kështu diçka. Nëse ky ka bëu çështu atëherë s'pas ka kjo punë kërgja. Kjo devijim.
Kjo është provë. Pse? Se ti e ke matën të vërtetën me atë personin. Ti e ke lidh hakin të vërtetën, çështjen e fesë ke lidh me një person. Se ke lidh me argumentin për Koranit, për Sunetit, po e ke lidh me një person. Plus ai person i gjallë. Domthon hala nuk e din ti ç'ka me përfunduar. Hala se din ç'ka me kon jeta e tij deri në fund. Andaj Abdullah ibn Mesudi nuk përjashton këtu edhe vetveten. E kjo është çështja e dietarit, çështja e njerit që ja ka frikë Allahun. Domthon edhe vetit pi thot, mos më pasoni mua. Se unë hala jam gjallë. Merrni fjalët e mia, përfitoni pi dijes teme. Merrni ato çka është e mira, po mos mendoni që kjo është rruga e drejtë. Çka thot ky është rruga e drejtë, tjetër çka është e devijuar, jo. Jo, mos e merrni kështu, se kështu veç pejgamberin kena drejt me pas çet çështje. Veç pejgamberi është i ka qenë i sigurum pe gabimeve. Ka qenë i pagabueshëm. Njerëzit tjerë krejt kanë mundësi me gabu. Po këtë arsye po ashtu transmetohet te Abdullah ibn Mesudit, se një herë ka qenë duke ecë rrugës, edhe i ka pa nxënësat e vet tu ecë mastina, tu nga mastina. Me marr dije. Pejtina. Edhe kthehet te mas, edhe ju thot nxënësave të vet, thot kjo çka jeni të e bëj ju, kjo është në çmim për juve, dhe fitne në çmim për pasuesit, që janë jojnë e pasues, në çmim për pasuesit dhe fitne për të pasuarin. Në çmim për pasuesit edhe fitne për të pasuarin. Për mua fitne, për Abdullah ibn Mesudin fitne. Pse? Se kur i shoh të marr njerëz për masa më se kush na dikushi. Kush na një var personi me ndikim. Andaj mund me ndodh fitne edhe me të mendjemasia, me të qefi, vetë mburrja edhe pastaj me deviju. Andaj çështja e parë dashur është që elhamdulillah që umeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri në ditën e sodit ka burra që kanë ecë këtë rrugë, kanë vazhduar pa shku majtas edhe djathtas edhe kanë vdek faqe bardhë. Kështu që elhamdulillah ata janë të denje për t'i pasu, për t'i marrë shembull edhe për me thonë o Zot, këta kanë qenë ata prisit tonë. Duke filluar prej sahabeve, dietarëve të mëdhaj, Abu Hanifa, Shafiu, Maliku, Ahmedi, këto dietarë të mëdhaj të umetit, edhe sot dietarë që kanë vdek. Ata janë siguru, ka përfunduar fitnja për ta. Edhe fjalët e tyre domthon mund më marr shembull edhe më marr mostër. E dyta dashur vëllazëni, për kësaj fjalë të Abdullah ibn Mesudit e kuptojmë që fanatizmi në persona është i refuzuar. Edhe është i rrezikshëm. Kushdo koftaj. Fanatizmi ka sjellën shumë të këqija umetit islam. Kur njerëzit kanë filluar me thonë hoxha jam është më i mirë se hoxha jot. Prisi jam është më i mirë se prisi jot. Ani argumentet bëri, s'ka të keqe. Po jo më bë fanatik, me marr kryt çështo dhe me thonë çka thot ky jam jashtë mirë, çka thot ky tjetri jashtë keq edhe nëse e thot vërtetën. Kjo është gabim. Edhe zakonisht fanatizmi ndodh te popullit e prapambetur. Pse? Se nuk ka ai kapacitet mi dallu çështje tamam ç'është duhet, i merr shablon krejt. Shablon këton, shablon ato. Andaj njerëzit duhet mu kualifiku si cilin pozitën e vet. Po vallai ka filan personin meselet fekut është më i miri, meselet hadithit është më i miri. Ky tjetri në hadithet në fek nuk është nashti shumë i mirë, po është shumë i mirë meselet akides, për shembull. Ose valla po hoxha juve është shumë i mirë, ose prisi juve është shumë i mirë në çit temë, po çit temë ky tjetri duket është më i mirë. Para mendon çfarë barazimi dhe çfarë çështje pozitive është. Faktikisht që kjo është edhe krejt esenca e njerëzimit tokë. Njerëzit jetojnë për me plotësuar njëri tjetrin. S'ka njeri të plot mas pejgamberëve. S'ka njeri të përkryj mas pejgamberëve. Këto njerëz që ekzistojnë në këtë dynjë kanë anë negative ose mangësi dhe kanë përparësi. Kur bëhen bashkë e plotësojnë njëri tjetrin. Kurse na kena qef me pas një dikant që ai kena pris tonin, që ai është më i miri, ai është më i zgjedhur, ai nuk gabon kurr, ai çdo çë e din, si të thonë ai diçka këta ai e ka mirë, sa të thonë diçka tjetër kundër tina, këta kanë keq. Kjo është fanatizmi i refuzuar në Islam. Kështu s'ban as për dietarët e muslimanëve me pas këtë fanatizëm. Dietarët e Abu Hanifja për shembull, Imam Abu Hanifja, kur e ka bëu dikant tu shkruaj çdo sen, çka be thotë Imam Abu Hanifja ka thonë ki kujdes.
Se nashti unë sot e tham një fjalë nesër ndroj. E ti jetu e shkru këta. Pe ndroj tani çka ban ti. Ka jamon, ka cila on ki me shku. Edhe i kanë ndalu nxënësat e tyre më kapën shumë për fjalët e tyre. Ka unë ju do të më thonë, bile Ebu Hanifi ka qenë më interesant në këtë pikë. Për shembull dietar të tjerë të kohës mosanik të Ebu Hanifes e kanë marrë një libër e kanë shpjeguar para talebeve. Imam Ebu Hanife s'tërkon kështu. Ka pas stil tjetër të mësimit. E ka marrë një mesele e ka qitë para talebeve. Ka unë shapo jam me menja juve për këtë mesele. Jo po çështo, po ku e ke marrë çita hadithe? Unë e kam marrë çto ti tjetri, ku e ke marrë? Unë e kam marrë çto dhe kanë filluar debat. Edhe në fundi ka unë ti imam çfarë mendimi ki? Domthonë e kalon çështjen e hapur mesën e nxënësave. Po këtë arsye Ebu Jusufi dhe Muhamedi, dy nxënësat e tij më të dalluar, e kanë kundërshtuar në mesele Imam Ebu Hanifën sipas disa dietarëve në 2/3 të meseleve. Po edhe 1/3 nëse them, shkojmë minimum 1/3 të meseleve, 30% meseleve. Është numër i madh. Ndryshe nga pasust e dietarëve që janë të mëvonshëm, që i kanë marrë dietarët i kanë bërë sikur idola. Çka thot dietari jam me ka mirë. Çka thot ai tjetri do të më këshyr se nash se ka mirë. Zvan kjo. Kjo e prish vllaznillakin, i prish lidhjet mes muslimanëve, e ngjallë rrejtën mes njerëzve, edhe e hupat esencën që duhet me qenë këtë musliman një, me qenë një trup. Çka thon pejgamberi sa muslimanët janë një trup. Andaj dashur vllazni, nëse çike çose s'duhet më kon ndaj shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atëherë çish ka mundsi më kon të tjerë që vinë më vonë. Çike fanatizmi. Për këtë arsye thot një dietar Ali Tantavi ka vdek Allahu më shëroft, ka vdek mamati i Siris ka qenë. Thot kom hin herë me një xhami, thot edhe i kum pa 2-3 pasus me dhëbeve të polon njëri me tjetër. Edhe tu i niqi po polon me vetë, tha tu menush kam ju thonën. Ai po jo me dhëbi jam, kon çështo jo me dhëbi jam as mamit, jo me dhëbi jam kështu. Tha tu dish mi thon diçka, tha ma ban djali jam. Një fëmia jam tha i vogël, tha ke me mu, tha po më thot çili me dhëbe ka pas pejgamberi. Tha dhe i thash Allah i shpëvlef se ma qele u dhe. Këtina, djalit vogël. Edhe i thash aty në medhebet janë shkolla. Medhebet janë shkolla, mos u kapni për shkolla, se këto shkollat janë të mira. Mos u kapni për shkolla, se secila shkollë ka ato anën e vet të mirë, ka mundësi me pas edhe mangësi. Se shkolla është ajo. Kurse rruga pejgamberit është shpallje. Ajo shpallje për Zotit, aty s'ka tani më mirë ose nashti ka mundësi opcion tjetër, s'ka opcion tjetër. Aty vesh një opcion është. Kurse shkollat pastaj kanë elaboru, kanë funksionu, janë zgjenu, kanë ardhur deri në këtë kohë që janë tash ditën e sotit. Andaj dashur vllazni, kjo fjalë për Abdullah Mesudit le të mirët edhe si një lloj ripërtrirje e meseleve të njohura që na i kena përmendur deri tash. Se pe bazave të ehli sunnetit është mos me qenë fanatik ndaj askujt tjetër përveç ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E treta dashur vllazni, Abdullah Mesudi radiallahu anhu i përmend shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot shokët e pejgamberit edhe i përmend disa cilësi të tyre. Edhe kjo është pikë bazave të ehli sunnetit. Pikë bazave të akides, besimit të ehli sunnetit është me i pasu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fe. Me i pasu në fe. Pse? Pse ata ju konën garusit e parë për në xhenet, mas pejgamberit. Edhe ata janë konë ata persona që e kanë marrë shpërblimin e Zotit të parë nga këtë umeti për në xhenet. Edhe unë e kam përmend dersën e parakalum, para 2-3 dersave, bashkë me Abdullah Mesudit, domethënë nuk kishmi ditë na fen ton me praktiku mos të shikon shokët e pejgamberit alayhis salam. Sa ata i kanë marrë fjalë pe pejgamberit sa më na kanë pru neve. Por këtë arsye Abdullah Mesudi i përshkruan tepër bukur kur i përmend shokët e pejgamberit sa. Domethënë pasoni ata që kanë vdekur pe shokët e pejgamberit sa, për arsye se këta janë ata cilësitë atë. Cilat janë cilësitë e këtyre shokëve, thotë këta ishin më të mirët e këtij umeti. Këtë s'ka dyshim. Këtë s'ka dyshim. Shokët e pejgamberit sa janë më të mirët e umetit të muslimanëve deri në ditën e Kiametit. Dhe kjo është përzgjedhje që Zoti ia ka bëu atë. Dhe kjo është prej mrekullive të fesë islame. Që Allahu e ka thënë pejgamberin edhe njerëzit afër pejgamberit i kanë më të mirët. Jo më thon vallahi filoni kanë dhënë pejgamberin, po i shkon mashtrues, i shkon tradhtar, i shkon kështu, i shkon sëgjon ashtu.
Para mendon çfarë mrekullie. E ka çu shpalljen, e ka çu pejgamberin, i ka zgjedh shokët që kanë me majt amanetin mas pejgamberit edhe me çu na për vendin në botë. Më të mirë njerëz. Madje më të mirë që kanë qenë edhe para Islamit. Kanë qenë më të mirë para Islamit edhe më të mirë që janë tani në Islam. Një njëti brum. E njëta fort. Islami veç i ka zbukuruar dhe i ka ndreqë dhe i ka rregulluar më shumë. Çka thot? Me zemrat më të pastërta dhe dijen më të thellë. I ka bërë bashkë dy sene shumë interesante. Shokët e pejgamberit kanë qenë zemra më të pastërta në adhurim ndaj Allahut, mbështetje ndaj Tij, në pastrimin e shpirtit prej smundjeve të ndryshme, prej zilis, prej mllefit, prej urrëties, prej mendjemallësisë, prej smundjeve ndryshme që ka mundësi me përly zemrën. Këta i kanë pas zemrat e pastërta. Po jashtë kësaj kanë pas edhe dije të thellë. Thot Ibn Taymi rahimahullah, thot kush e këshyr gjendën e umetit mas shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do t'i gjej shumë pak njerëz që i bashkohen sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çdo dy cilësi. Ato që ka mirë me pastrimin e zemrës, me adhurim, me kështu, në çështje dijes shumë pak din. Ato që ka mirë me dije ma shumë, me trajtimin e meseleve, me anën shkencore, me anën akademike, ata adhurimin se kanë shumë afër zemrës. Ju ik. Ata që ka i bojnë që të dyja të bashkë, që ata janë ata që janë më së afërmi shembulltyrës së shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A dini çka është hala më interesant? Kanë qenë më të thjellit në dije, edhe kanë folë mas pakti. Na menojmë që për me pas dije dikush duhet me filozofu një orë, si kur unë që po foli tash. Ato kanë dalë i kanë thonë 2-3 fjalët e tyre kanë metën në mizanin e umetit dhe në ditën e sotit. Veç ka 2-3 fjalë i kanë folë. Pse nuk kanë folë fjalë pa lidhje vetë sa me bollafe. Të foli diçka ta bëj minutazhin, ta kryj minutazhin, jo, nuk u kjo. 2-3 fjalë i ka folë çto dhe u çu ka hec. E ka kryj meselën. Amo çto 2-3 fjalë kanë metën, pastaj ajo motoja edhe ajo shmon udh përshkrimi i njerëzve gjatë gjithë kohës sa është umeti islam këtu. Na hala këto fjalë të Abdullah ibn Mesudit i marrmi, i lexojmë dhe thojmë subhanallahu, çfarë fjalë bukura, çfarë mrekulli. E treta që është shumë interesant, po ashtu, dhe kanë qenë më me pak teprime. E kalluha takallufan. Edhe kjo me krahasu me gjendën tonë është interesant. Çka më pak teprime? Te fjalë që tham. Nuk e mundu me thonë fjalë që veç pak. I tha be dikush që ky sahabiu i tha të fjalë që s'u morën vesh, kur s'u morën vesh. Ja, s'ka pas kësi mohabetet të ta. S'ka pas mohabetet me thonën e diçka që njerëzit një muj munal, mos sillën me zgjidhna për kokë, mos pe kuptojnë çka kam desh me thonë. Jo more, ke kuptuar që ti po çatë. A më veç e ke kuptuar me logjik shnosh. Se e ka thonë fjalën e pastër, goditse, vendin e dur edhe shkurt. Jo veç me folë që të me lëshu fjalë. Dhe më nuk e kanë tepru në fjalë, pa lidhje, me tepru, me exageru, me pru enigma në fjalë, me lëshu fjalë, dhe më thonë që kena marak në shpesh, në përmes lise, me lëshu fjalë që keq ka e me gjithë, më dogut me muhe pat. Ati nashti me kërkan se ki. A më pse thu fjalë, dhe më thonë, thu fjalë që gjun edhe njerëzit nuk janë rahat me atë qasën ti që e ki. Menojnë që për ta e bate. Ata si në lodhë me kësi tema. I në konën, po ashtu pa teprime në pamin e tëne. Edhe kjo është temë interesante. Si në lodhë shokët e pejgamberit qysh po dokën. Për arsye se ata më shumë ju ka interesu qysh janë mrena. Jo qysh dokën pe jashtët. Kurse na kena të kundërtën. Shumica e neve veç qysh me dal më mirë, më dok më mirë, kurse qysh jena mrena, shnosh kjo bohet në herë, ndreqet në herë. Për këtë arsye thuhet me një mezhlis ka hi një person me tesha të bukura, i vesht, i ndresht, me një pamje shumë të mirë, edhe ka filluar me fol pa lidhje. Edhe një plak i ka thonë, ose veshu qysh po fol, ose fol qysh je i veshëm. Shkojnë të dyja të bashkë. Ose veshu tesha pa lidhje dhe fol pa lidhje. Ose fol mirë, mas je vesh mirë dhe po kallzon që je serioz, po kallzon që je njeri me pozitë.
E shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk e kanë pas këtë problem çish po vishin, çish po dalin para njerëzve, çfarë çosje kanë, a je vesh, a je ndrej, çfarë gjybe ke vesh, s'kon kjo. Jo që s'jon vesh mirë, janë vesh mirë, po kjo ka pjesë e natyrshme. Mos ta kupton diku që ata s'kan desh më vesh mirë. Jo, nëse kanë pas tesha të mira i kanë vesh, po ka pjesë e natyrshme e jetës. Nuk janë lodh me kësi mohabete. Gjysore me menu çish me dal para njerëzve, s'jon lodh me kësi tema. Edhe ju në kondën po ashtu pa teprime në ndeja me njerëz, në ushqime. Qysh e kanë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ju në ullë kanë nejtë me njerëz fukara, kanë hungur ushqimin e tyre, se kanë bo mohabetin. Kanë hungur me princa, me prisa, me njerëz që kanë pas pozita, pushtete, e kanë hungur ushqimin më të mirë, si ka bo vonë kur gjahish, këtë normal të ta u. Po këtë arsye edhe një ibadet nuk kanë pas teprime. Edhe një ibadet s'kan pas teprime. Qysh s'kan pas teprime një ibadet? Ju në falën qatë sa kanë pas kapacitetin zemrën për më falë, qatë sa kanë mujtë më falë. Nuk kanë mujtën, e kanë lonë. Kanë bo vepra të mira qatë sa kanë mujtë me bo. Jo me e tepru, me egzageru edhe mu dërzu pastaj. Ja, sa ta e kanë ti që rruga është e gjatë. Për këta shyrë, kur ti këshysh, dhe më honën, islamin, normalisht ato pjesë kur ka pas nevojë për sakrifica, për lufta, për ajo është tjetër shka, ajo është gjendje e jashtëzakonshme, gjendje përjashtuese. Po në jetën tyre normale islamin e kanë jetu natyrshëm. Qysh natyrshëm? Në bazë të mundësive që i kanë pas në trupin e tyre, në mendjen e tyre, në rrethin që i kanë pas e kështu me radhë. Por këtë arsye kanë njerëz më vonë çka thon pejgamberi sa që janë xavarisht, ato ekstremistat, terroristat, kanë më vonë thot pejgamberi sa ka me ardhur ata njerëz që ku t'ja krahasoj namazin e tyre me shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kemi menuar që shokët e pejgamberit shumë pak pas kanë bën namaz. Ku gjas pas kanë bë. Pse se këta ta natën të fal, të pa unal hiç. Pa mo tjera zemra kanë pas shokët e pejgamberit e tjera kanë këta. Pastaj thot Allahu i zgjodhi ata për të qenë shokët e profetit dhe për ta ngritur fenë e tij. Na kena treguar edhe në dersën e parakalum. Jo këtë fundit, po para fundit. Allahu i ka zgjedhur të njerëz. Që ka thonë vetë Abdullah ibn Mesudi. Allahu i ka kthyer zemrat e njerëzve, edhe ka zgjedhur zemrën e pejgamberit sa si zemrën më të mirë që ka ekzistuar ndonjëherë pe krijesave. Kurse mas zemrës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka zgjedh zemrat e shokëve të tij. Edhe kjo ka qenë përzgjedhje vëllazëni. Edhe kjo ka qenë përzgjedhje, nuk ka mujtën zemra jeme dhe jotja, më konën me një saf me zemrën e Abu Bekrit edhe Omerit edhe këtyre burrave. Si e po çatë? Shumë ka mundësi më kon muslimani i mirë, shumë ka mundësi na shtim me mrri, me vepra të mira, po nuk je për maraton me ata njerëz. Pse sa Allah i ka pas zemrat e tyre dhe i ka zgjedhur. Kjo përzgjedhje pe Allahut. Pastaj thot Abdullah ibn Mesudi, prandaj njiheni vlerën e tyre, ndeshni gjurmët e tyre dhe kapuni sa të mundni pas moralit dhe rrugës së tyre, sepse ata ishin në udhëzimin e drejtë. Këtu e jep atë këshillën e fundit që me hecë rrugës së shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në adhurim, që thash, në dije, në ibadet, në qasjen e tyre ndaj botës, qasjen e tyre ndaj jetës, qasjen e tyre ndaj biznesit, se ka pas mesin e tyre miliarderë, multimiliarder, edhe mi marr shembull në çdo çështje të jetës tonë. Por këtë arsye thot një dietar subhanallahu, thot ajo që ummeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur të bëhen bashk i përmbledhin çato cilësi dhe çato tipare të mira, këto çato cilësi dhe çato tipare të mira ke mujt me gjetë tani sahabi. Ajo që këto ummeti mu mbledh bashk e bojnë çato për kompleti edhe ecin përpara, çato ke mujt me gjetë tani sahabi pe sahabive çove pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se Allahu i ka përzgjedh në çet formë. Andaj kapnu pas tyre, esni rrugës tyre se ata kanë qenë në udhëzimin e drejtë. Çfarë thot Allahu për ta? Wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Mjafton çikaç, mjafton ç'ky ajet. Thot Allahu ata që kanë ardhur të parë, muhaxhirt, pe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ansarët e Medinës, pe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu, ata kanë qenë të kënaqur me Allahun dhe Allahu ka qenë i kënaqur me ta.
Nëse Allahu është i kënaqur me një popull, edhe ti hec mas rrugës tënde, e ki shansën me marrë aty kënaqësinë e Allahut. Sa Allah i përkatëson që është i kënaqur me ta. Për këtë arsye Abdullah ibn Mesudi po thotë kanë qenë në el-huda al-mustaqim, në udhëzimin e drejtë. Sigurt. Andaj kushdo që do me hecë rrugës e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, le ta sheh praktikisht jashtë pejgamberit, rrugën e pejgamberit, sunetin e tij, udhëzimin e tij, shembulltyrën e tij te shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sidomos te shokët e afërt të pejgamberit, ata që kanë qenë me pejgamberin ditën edhe natën, në vështirësi dhe në lehtësi dhe që nuk ju ndo asnjëherë prej tij. Allah na bashkof me këto njerëz në xhenet dhe na mëson që të kënaqemi në botën tjetër me familjarët tonë, me prindërit tonë, me gjithë ata që i kemi rreth nesh, me pejgamberin sa në xhenetin Firdaus. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.